Dhe në këtë moment që po shitet Shqipëria dhe që shitet dhe po dorëzohet sovraniteti i saj dhe po bëhet gati plani i coptimit të Shqipërisë, ku i keni patriotët e internetit? Ku i keni ata patriotët që flasin për lavdinë e shqiptarëve, për lavdinë e pellazgëve dhe të ilirëve? Ku janë? Ku janë këta që flasin se Greqia ka qenë e gjitha shqiptare arvanitase? Ku janë? Nuk keni për t'i gjetur, sepse janë pjesë e të njëjtit plan të kurdisur nga Athina dhe nga Beogradi për të kontrolluar damarin nacionalist nëpërmjet tradhtisë, në mënyrë që edhe nacionalizmi, edhe patriotizmi të jetë në të njëjtën duar dhe ata e kontrollojnë ritmin dhe presionin. Ku janë, pse nuk e denoncojnë tradhtarin Edi Rama? Këta patriotët e Facebookut që marrin nga 20.000 like në Facebook, ku janë? Pse nuk denoncojnë? Sepse nuk guxojnë ta piptin Edi Rama, emrin Edi Rama, as emrin Sali Berisha, as emrin e tradhtisë, as emrin e gjithë agjentëve të spionazhit grek dhe të spionazhit serb këtu në Tiranë. Nuk guxojnë, janë bashkëpunëtor të kësaj klase anti-shqiptare tradhtare.